Dashur miq, mirë se takohemi bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Sonte do të flasim për konferencën shkencore ndërkombëtare kushtuar vakëfëve të organizuar nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame në kuadër të Bashkisë Islame, si dhe për ekspozitën Kujtesa në fotografi, xhamitë të shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë në vitet e 90-ta. Një dokumentim i rëndësishëm i trashëgimisë shkatruar fetare dhe kulturore. Me ne në studio për diskutuar lidhur me këtë temë është drejtori i këtij instituti Sabri Bajgore. Nderuar kënaqësi që jemi bashkë sërish në këtë emision. Ju faleminderit profesorën, është kënaqësi edhe jona. Dhe para se të flasim në detaj lidhur me këtë temë, të dashur miq, fillimisht të ndjekim një material që përshkruan këtë ngjarje, pra konferencën shkencore të vakëfëve. Më pas rikthehemi në studio për të vazhduar me bisedën. Vakëfet janë pasuri të dhuruara nga individ ose familje për qëllime të përhershme fetare, arsimore ose sociale që menaxhohen sipas parimeve islame për të mbështetur komunitetin dhe institucionet e tij. Ato kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e kulturës, arsimit dhe shëndetësisë në shoqëritë shqiptare, duke siguruar mbështetje të qëndrueshme për nevoja të ndryshme komunitare. Me këtë rast, Bashkësia Islame e Kosovës dhe Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame kanë mbajtur konferencën shkencore ndërkombëtare Vakëfit e Shqiptarët, histori, trashëgimi, perspektivë. Muftiu i Kosovës, Naim Tërnava, theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në konferencë të përfaqësuesve nga vende të ndryshme islame, duke nënvizuar rolin dhe ndikimin e Vakëfit në jetën fetare, si dhe në zhvillimin e qendrave urbane shqiptare. Shqiptarët që nga takimi i tyre i parë me fenë islame u njohën me praktikat e vakfit dhe gradualisht filluan të zbatojnë ato në jetën e përditshme. Kështu ata mbi bazat vakfi themeluan një sër institucione shfetare, arsimore, kulturore, ekonomike dhe sociale, si xhami, medrese, biblioteka, hamame, bezistana, po tregjet mbuluara, pazaret vjetra që kemi quajtur ne, hane, ura, imarate, çezme të ngjashme. Të gjitha këto institucione të financuar nga pasuria e vakfëve të lëna për këtë qëllim luajnë një rol të rëndësishëm për përhapjen e islamit dhe në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit islam në trevat tona. Ai theksoi lidhjen e Vakëfit me traditën profetike dhe vazhdimsinë pas vdekjes. Edhe pse disa dietarë gjejnë gjenezën e vakfit që në kohën e Ibrahimit a.s., historia e tij si institucion i strukturuar një qartë nga periudha e pejgamberit të fundit Muhamedit a.s. dhe vazhdon përgjatë shekujve të mëvonshëm duke u formësuar si në aspektin fetar, ashtu edhe në atë juridik. Vakfi u mbështet në parimet kuranore dhe në praktikën pejgamberike. Më pas mori përmas atë qarta ligjore në traditën islame klasike deri në ditët tona, ku ruan rolin e vetë, ani pse funksionon në rrethana të ndryshuara historiko-shoqërore. Rëndësia e vakfit në islam nuk vizohet vetëm në anën fetare, po shtrihet edhe në të gjitha aspektet e jetës. Vakfi përgjatë shekujve islam ka qenë një mjet i fuqishëm për mbështetjen e dijes, kujdesin ndaj të varfëve dhe sigurimin e burimeve për jetesë. Drejtori i institutit, Sabri Bajgora, tha se synimet e konferencës ndër të tjera ishte mesazhi që gjeneratat e reja të kuptojnë se të parët tanë të gjithë pasurinë e tyre e kanë lënë vakëf. Në rreth parë, kjo konferencë qënon të rigjallëroj një institucion të shenjtë siç është Vakëfi, që gjeneratat e reja të kuptojnë se të parët tanë kanë qenë shumë të vëmendshëm që pasurinë e tyre ta lënë vakëf. Një sadaka rrjetëse për ta, sepse Vakëfi ka qenë një përbërime themelore mbi të cilët është ngritur në një mënyrë edhe qytetërimi në islam në këtë troje. Prandaj kjo konferencë ka pas këtë qëllim që të nxjisë njerëzit që të japin atë më të shtrenjtën duke respektuar fjalën e Allahut xhaleshanuhu, që nuk darreni të mirën dhe vëshmërinë pa dhënë të shtrenjtën që keni pasurisë tuaj. Muhammed Al-Bolushi nga Emiratet e Bashkuara Arabe foli për rëndësinë ekonomike dhe sociale të Vakëfit, duke theksuar ndikimin e tij në arsim, shëndetësi dhe mbrojtjen e identitetit. كان الوقف عبر التاريخ الحضارة الإسلامية
Me ritme të shpejta të ndryshimeve botërore, roli i vakëfit bëhet edhe më i rëndësishëm si një mekanizëm zhvillimor i qëndrueshëm që siguron burime të pavarura dhe mbështet iniciativat komunitare për përmbushjen e nevojave të shoqërisë. Kjo mbështetje manifestohet përmes zhvillimit të mekanizmave juridik dhe ligjor të vakëfit, fuqizimit të institucioneve vakëfore dhe nismave lidere, zgjerimit të fushave për t'ju përgjigjur nevojave bashkohore, si dhe përdorimit të dhënave dhe analizave për të maksimizuar ndikimin ekonomik dhe social. Hajrullah Çelebi nga Tika Turke foli për traditën e vakëfeve dhe projektet e restaurimit në Ballkan, duke theksuar rëndësinë e konferencës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Osmanlı'nın kök saldığı Duke ndjekur këtë qasje që prej vitit 2013 deri më sot, kemi përfunduar restaurimin dhe ringjalljen e 40 objekteve të trashëgimisë së vakëfeve në Ballkan, duke ju rikthyer atyre identitetin e tyre origjinal. Ndërkohë, punimet tona vazhdojnë në 3 objekte të tjera. Në vitin 2026, brenda mundësive buxhetore, planifikojmë të punojmë për ringjalljen edhe të 8 objekteve të tjera të vakëfit. Sa i përket Kosovës, ndër objektet që kemi përfunduar deri më tani janë: në Gjakov, medreseja e vogël, qendra e trajnimeve, biblioteka që mban gjallë dijen e vakëfit, xhamia e Mulla Jusufit, xhamia e Sefes, xhamia e Kusarve, në Pej, xhamia e Qarshis në Pej, si dhe xhamia e fshatit Surigan. Ndër objektet që kanë kaluar në restaurim, përveç vendeve të adhurimit janë edhe kulla e sahatit në Mamush, si dhe kursi i Kuranit në Rahovec. Valon Myrta, nga Këshilli Organizativ, vlerësoi kontributin e studiuesve, duke theksuar se konferenca hapi horizonte të reja në ndriçimin e historisë së vakëfeve dhe rikujtoi trashëgiminë e pasur të shqiptarëve. Në hapësirat shqiptare gjithçka ka qenë rregulluar sipas fikut Hanefi, por tash në botën e zhvilluar islame ka standarde të vakëfit sipas përmbledhjes së shariatit. Dhe ne u munduam që të bëjmë një lloj adaptimi të standardeve të AIOF-it, që janë të njohura ndërkombëtarisht, të lidhura me vakëfin, që janë 3, standardi 60 për vakëfin, dhe standardi për qeverisjen e mirë të vakëfit, dhe standardi tjetër për auditimin konform ligjeve ndërkombëtare të vakëfit. Kurse për historianin Fahri Avdijaj, vakëfet monetare në periudhën e fundit osmane në Kosovë në shekujt 19 e 20 sollën përveç të tjerash edhe të ardhura monetare. Të vakëfet kanë filluar të themelohen në Kosovë që nga ardhja e osmanëve këtu deri në periudhën e largimit të tyre. Dhe më thënë, kemi fillimisht në periudhët e para kemi vakëfe më të mëdha dhe kryesisht vakëfe të paluajtshme, xhami, medrese, mejtepe, hamame, pastaj edhe vakëfe të cilat kanë sjellur të ardhra, siç ishin dyqanet, hanët dhe të ngjashme, ndërsa krahas këtyre shumë prej atyre të cilët kanë themeluar vakëfe në atë periudhë kanë themeluar edhe vakëfe monetare. Imami Azmir Jusufi u shpreh se ndonse vakëfet janë nën pak anash, rëndësia e tyre është e madhe, pasi mendimet e tyre janë arsimuar gjenerata të shumta. Po vakëfi në rend të parë xhamia ka qenë institucion në të cilin janë arsimuar gjeneratat të tëra. Fjala vije unë si temë kumtese e kam për rolin e vakëfeve në Zhup edhe Gorë, a pjesa e Prizrenit, Gorës apo Dragashit, edhe çfarë rëndësi ka dhënë vakëfi apo institucioni i vakëfit. Hoxh Ferit Piku vlerësoi punimet e kësaj konference, e cila sipas tij hedh dritë mbi historinë tonë, duke shprehur dëshirën që të tilla organizime të vazhdojnë edhe më tutje. Vlerësimi është maksimal, të jemi të sinqertë, se nuk është thjesht hera e parë, por janë disa vite që po bëhen punime të tilla shumë cilësore, akademike, po ashtu që hedhin dritë mbi historinë tonë, që tregojnë aktualitetin tonë dhe mbi gjitha orientojnë për të ardhmen tonë të përbashkët. Unë realisht kam vlerësim maksimal dhe shpresoj që punimet të tilla të vazhdojnë dhe të përhapen në të gjitha trojet tona. Konferenca zgjati 2 ditë dhe përfshiu mbi 50 studiues nga të gjitha trojet shqiptare dhe rajoni. Vazhdojmë tani dashur miq, po flasim pra lidhur me këtë temë tani me Sabri Bajgorën nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame. Profesor, fillimisht si lindi ideja që të bëni një organizim të këtij niveli
shkencor lidhur me vakëfet e shqiptarët. Bismillahirrahmanirrahim. Së pari, ideja për mbajtjen e kësaj konference është një ide që ka lindur nga diskutimet që kemi pas brenda Këshillit Drejtues të Institutit për Orientimin e Studimeve Islame. Dhe ditë se në kuadër të institutit, në kuadër të aktiviteteve, është mbajtja konferencave që kanë peshë për të kaluarën tonë dhe për të ardhmen tonë. Dhe nisur nga kjo në vitin 2021 kemi filluar punën në institut me mbajtjen një konferencë ndërkombëtare kushtuar 100 vjetore të përkthimit të pjesëshëm të Kuranit nga Ilomito Qafzezi, për të vazhduar pastaj në vitin 2020 me një konferencë një formati edhe më të madh shkencor në vitin 2020 pra, me temën Xhamia të Shqiptarët, histori, mision, identitet, e cila i hapi rrugë edhe kësaj konferencës ardhshme që u mbajt në këtë vit në dhjetor. Dhe tema ishte pashmangshme që u debatua para 2 vite për xhamiat, rolin xhamiat, ku gjenden, çfarë kanë përjetuar gjatë nomenklaturave komuniste, gjatë okupimit serb dhe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ishte arsyeshme që t'i qasemi tash një segmenti tjetër që po ashtu ndërlidhet me jetën vetare, me xhamiat, me medreset, dhe është pikërisht për vakëfin, si një prej segmenteve qendrore për mbajtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë sonë islame në këto troje. Andaj edhe kishim vendosur qysh para një viti, kemi filluar përgatitjet për mbajtjen e kësaj konference, e cila besoj se ka qenë një pikë për ndërgjegjësimin e masave, për ndërgjegjësimin edhe vetë hoxhallarëve dhe të njerëzve që mirën me çështje fetare, për kujdesin që tash tutje duhet t'ia kushtojmë vakëfet në përgjithësi, meqense edhe vetë xhamiat tona, medreset tona janë vakëfe që janë lënë nga dikush për një qëllim të caktuar për të kontribuar në lartësimin e fjalës së Allahut xhaleshanu. Në fakt pjesëmarrësit në këtë konferencë solën punime mjaft përmbajtësore dhe të rëndësishme për çështjen e vakëfeve. Dhe cili ishte synimi kryesor? Çka synohej me këtë konferencë? Përveç historisë së vakëfeve në përgjithësi, të cilit ja kemi kushtuar një segment në pjesën hyrëse të konferencës, qëllimi është që të fokusohemi tek vakëfet tek shqiptarët, çfarë roli ka luajtur dhe çka ka kontribuar në ndërgjegjësimin e masave për ringritjen e këtij institucioni aq të shenjtë në fenë islame. Dhe vetë kumtesat që edhe nga kronikat që u pam, ishin të tilla që synuan ta ringjallin atë ndjenjen e bamirësisë tek njerëzit, ndjenjen për të lënë vakëf përshpirtshmërisht për shpirtin e tyre, sepse nëpërmjet lënies vakëf të mira materiale, të tokave, të xhamiave, të spitaleve, të urave, ne faktikisht e kryejmë një obligim ndaj vetvetes son, por e bëjmë këtë për t'u afruar te i Madhi Zot, sepse këto që vepra që ne hoxhallarët i quajmë el baqiyatus salihat, domthonë vepra të përshpitshme që qëndrojnë deri në amshim, janë pikërisht vakëfet që pronarin e tyre që ka lënë e ngritën në grada të larta të Zotit Madhërisëm. Dhe çfarë rëndësie ka rikthimi i vëmendjes në këtë rast ndaj vakëfeve si një institucion i rëndësishëm për shoqërinë? Duke marrë parasysh se vakëfi pas riokupimit të Kosovës në vitin 1912-13 dhe luftave ballkanike, ku Kosova rast sërish në okupimin e brutal të egër serb, një pjesë e madhe e vakëfeve tona janë shkatëruar. Edhe janë shkatëruar në pakthim, domthonë janë nacionalizuar, janë demoluar, janë shkatëruar, janë ndërtuar në përto objekte që s'kan të bëjnë absolutisht me destinimin që kanë pas vakëfet në kohën kur janë bërë. Edhe për të vazhduar pastaj me katrahurën në kohën e epokës së errët komuniste, e cila epokë shënon një rënje të madhe të vakëfeve në gjitha trojet shqiptare. Qoftë në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, edhe mazi, dhe u zhduk një trashëgimi e madhe e jona nga një ideologji e cila ishte kryesisht antifetare dhe qëllimin kryesor e kishte çrrënjosjen e ndjenjes fetare tek populli shqiptar. Kolegët në Shqipëri na kanë treguar se mund të thuhet një pjesë, diku 20% ndoshta, këtë territorit të Shqipërisë ka qenë vakëf.
Dhe ashtë sot e dini se me çfarë mjerimi është ka të ndisur Shqipëria nga aspekti i pronave këfnore, sepse problemet që kanë dalë pas komunizmit janë probleme shumë të mëdha, janë ato proceduar burokrate që nuk lejojnë që vakëfet që kanë qenë të komunitetit musliman të rikthehen. E njëjta gjë ka ndodhur dhe po ndodhet në Kosovë. Në Kosovë të paktën mund të argëtohemi se kemi dalë nga një okupim i egër serb dhe kemi pas nevojë ta fuqizojmë shtetin ton, por mendoj se ka ardhur koha që edhe pushtetarët tonë, dhe kjo ndoshta ka qenë qëllimi kryesor i kësaj konference, që ta sjellin në parlament ligjin për denacionalizimin e pronave të bashkive fetare, e në këtë rast të pronave më shumicë të Bashkisë Islame të Kosovës, sepse për një natë të vetme në qarshinë e vjetër të Prishtinës, na janë konfiskuar, na janë asignuar mbi 97 dyqane pronë e vakëfit të Prishtinës. Dhe kjo ka qenë një humbje jashtëzakonisht e madhe për ne, dhe për atyre pronave asgjë nuk është kompenzuar, por kanë shkuar në pakthim, dhe tash aty dini është ndërtuar parlamenti, qeveria e Kosovës, edhe vetë parlamenti i Kosovës është i ndërtuar mbi ngrehinat e hamamit të xhamisë së Qarshis. Do të thotë janë krejt në prona vakufnore të thuash, andaj ky ka qenë një qëllim i ynë që t'i ndërgjegjësojmë politikanët tanë, pushtetarët tanë, qeveritarët tanë, që ta rikthejmë vëmendjen e tyre që të bëhet më tepër për rikthimin e këtyre pronave. Nuk është pak edhe ta cekim që në hapësirën ku sot në mes teatrit kombëtar dhe Swiss Diamondit ka qenë ndërtuar xhamia Llokaçit, një xhami vjetër e Prishtinës. Që ende ekzistojnë gjurmët. Që ekzistojnë gjurmët e saj që shihet që t'i rikthehet diçka ose të kompenzohet me diçka nga qeveria e Kosovës apo nga organet komunale. Edhe mendoj se që Parlamenti i Kosovës e ka këtë obligim madhor para qytetarëve të saj, por edhe Bashkia Islame që të rikthejë këto prona në pronarin legjitim të saj që është Bashkia Islame e Kosovës. Po, zotëri Bajvora, në anën tjetër, pjesëmarrja ishte e shumë studiuesve dhe përfaqësuesve nga vendet ndryshme islame. Pse është e rëndësishme që të ketë ky kolorit pjesëmarrësish? Vetë karakteri kësaj konference, karakter ndërkombëtar, na ka bërë që ne të dalim për të suazave të Kosovës edhe të rajonit të tyre shqiptare dhe të ftojmë studiuesit dhe njerëzit që janë duke u marrur intensivisht me çështjet e vakëfeve në botën islame dhe në Turqi. Dhe mendoj se ka qenë një hap jashtëzakonisht i qelluar, që kemi ftuar mysafir. Kemi pasur nga Ministritë e Vakëfeve përkatëse, nga drejturit e vakëfeve të Arabisë Saudite, të Emirateve, të Katarit, të Turqisë. Dhe kjo ka qenë një ndihmes e madhe për neve të marrim nga përvojat e tyre se si janë duke menaxhuar me vakëfet. Fatmirësisht në Kosovë, viteve të fundit, po them pas një mirëqenie tash pas atyre viteve të më këmbës nga lufta, ka shumë njerëz të vullnetit të mirë, biznesmen, njerëz që Zoti ju ka dhënë nga pasuria, që duhet t'i kanalizojmë ata që të japin nga pasuria e tyre prona që të jenë vakëf për shpirtin e tyre. Dhe besoni janë aq të gatshëm njerëzit të japin vakëfe, saqë ne kemi mbetur pa fjalë kur kemi pa gatishmërinë e njerëzve edhe djemve të ri që janë biznesmena që të lënë vakëfe për shpirtin e tyre. Pra vetdia gjithmonë ka ekzistuar lidhur me vlerën e vakëfeve. Natyrisht ka ekzistuar, po tash më kohët të fundit ka filluar të marrë një hov, edhe më duket se të rinë tanë dhe njerëzit tanë të vullnetit të mirë kanë filluar të garojnë në mes vetes se cili po lën vakëfe, troje, për ndërtimin e të mira materiale që i përkasin komunitetit musliman apo shqiptarëve. Pra ajo që quhet sadaka rjese. Dhe kjo që vazhdon edhe pas jetës na bën neve që të jemi të kënaqur që tradita e baballarëve, e gjyshëve tanë ka filluar sërish të reaktualizohet, të rikthehet me atë shkëlqimin e saj më të mirë të mundshëm. Dhe i përmendëm pjesëmarrësit nga vendet të tjera, cilat ishin përshtypjet e tyre lidhur me këtë që u prezantua në konferencë për vakëfet në Kosovë? Mysafirët nga bota arabe nuk e kanë pas idenë se Kosova, Shqipëria, Maqedonia kanë vakëfe aq shumë dhe që janë në menaxhimin direkt të Bashkisë Islame dhe që menaxhojnë jashtëzakonisht mirë dhe kanë mbetur të mahnitur nga
eksperjenca jonë që kemi pas edhe para luftës edhe pas luftës, edhe tash ata janë të gatshëm që të japin ndihmesin e tyre edhe materiale, po edhe logjistike që ti kanalizojmë këto vakëfe në mënyrë më të mirë të mundshme, sidomos tash pas digitalizimit që ka marrë hapën këtë botën, që të ndihmojnë në digitalizimin e pronave tona, dhe në këtë rast besoj që kemi hedhë një gur të mirë në atë themelin e ndërtimit të një baze të shëndosh për krijimin e një vakëfi. Bashkia Islame e Kosovës nuk ka ndajtur durkryq këto viteve të fundit, duke parë nevojën për një reorganizim të vakëfeve, ka themeluar drejtorinë për vakëfe, e cila është në konsolidim e sipër, dhe unë nuk dëshua të krenohem tash se gjatë kohës sa kam qenë kryimam, kam të buar tërë materialin e mundshëm arkivor në për këshillat e Bashkisë Islame të Kosovës dhe kam themeluar me kolegët e mi në kryesi dosje të veçanta për secilin këshill të Bashkisë Islame të komunë, dhe tash ato vetëm do të digitalizohen dhe pastaj do të hyjnë në sistem për të filluar menaxhimi i vakëfeve, e cila nuk na mungon. Për fat të keq ende kemi pronat e nacionalizuara. E kemi një pronë, e din dhe opinioni, është prona që është uzurpuar nga njerëz jo të vullnetet e mirë, nga koha e komunizmit, njerëzisht kemi të bëjmë me shqiptarët tonë, kanë uzurpuar pronën e xhamisë së Pirinazit, në atë pjesë ku janë uzurpuar ato ajo hapësirë ka qenë medresja e vjetër e Pirinazit, një prej medrezeve ikonike të shkruajt të qytetit e Prishtinës, po këtë Kosovës, nga cila medrese kanë dalë alimat më të mëdhenj që ka njohur shqiptaria ndonjëherë. Prandaj ka filluar përshëmbari, kemi liruar një 3-4 prona, na kanë mbetur 2-3 prona të tjera për ta pastruar terrenin që ndoshta në të ardhmen të mendojmë ta rindërtojmë një prototip të një medrese të paktën për hifzin e Kur'anit, dhe t'ja kthejmë lavdinë e dikushme me medresën e Pirinazit. Dhe është trajtuar në këtë konferencë edhe vakëfi edhe në dimenzionin aktual? Një prej seancave të fundit, është që ishte edhe me mënyrë edhe me rrjedhë kohore, i është kushtuar pikërisht vakëfit në kohën aktuale. Dhe në këtë aspekt një ndihmes të madhe, në kanë dhënë edhe kolegët mësafir që ishin nga shtetet arabe, duke në dhënë sugjerimet e tyre se çfarë është mirë të veprohet në këtë rast, dhe besoj se qeveritarët tonë duhet të ndjekin si shembull për të mirë Mazhdurinë e Veriut, e cila QMOT e ka sjellë, e ka miratuar ligjin për rikthimin e pronave të bashkive fetare, dhe sot Bashkia Islame e Maqedonisë fatmirësisht po i gëzon ditës vakëfet që kanë lënë të parët tanë dhe po i rikthehen ose po i kumbezojnë në mënyra të ndryshme në ato vendet ku mo tashmë ndërtuar objekte ndoshta qeveritare, mirë po qeveria e Maqedonisë u ka rikthyer një pjesë të madhe të pronave dhe kjo përbën një motiv shtesë edhe për neve, që edhe Kosova ta ndjek po të njëjtin shembull, sepse edhe në Shqipëri kjo vazhdon kjo traditë ndoshta me vështirësi, në Maltezi është kryer, po edhe në rajonin edhe më gjerë është kryer kjo procedurë, përveç se Kosova ka mbetur ende. Mirë po, duke mos dalë nga tema, dëshiroj ta përcjell një falënderim të veçantë për komunat e Kosovës, për kryetarët e komunave dhe për kuvendet komunale, të cilat na kanë dalë në ndihmë që pas luftës më njëherë, që nga viti 99 edhe kur ka qenë qevit lokale, na kanë dhuruar prona të ndryshme, ku kemi ndërtuar xhamit në qytete që s'ka pas fare xhami, mund të përmendim edhe Lipjanin, Deçanin, Malishevën, Istogun, Fushkosovën, Obiliqin, domthonë kanë qenë vende ku nuk ka pas në për këto qytete xhamia, por tash fatmirësisht në vend të një janë ndërtuar 2, 3 dhe 4 xhamia, dhe kjo shpjegon se ndjenja edhe e kuvendarëve komunale dhe kryetarëve të komunës është që t'i liret në ndihmë komunitetit me të cilin kanë punë çdo ditë. Dhe komuniteti jonë, domthonë shqiptarët që i përgatisin besimtarëve musliman, që numri i tyre po shtohet ditës për xhamia tona, të kenë hapësirë të mjaftueshme për të kryer obligimet e tyre. Kosova tashmë shënon pothuajse 2 fishin e xhamive që kishte para luftës. Pikërisht 2 fish, domthonë jemi afruar shifës së 1000 xhamive në Kosovë, dhe ky
ndoshta ka qenë një për aty në shënimeve tona të kajshme që pas luftës që në Kosovë të kemi 1000 xhami dhe mi afruar shumë këtij numri, domthonë nuk po flas me gjë, po ndoshta mungojnë edhe një 30 xhami, 23 xhami për të ardhur tek shifra 1000 xhamive në Kosovë, që për mua është një arritje shumë e madhe, sepse besimtarët tanë kanë ndërtuar xhamia, po ndërtojnë xhamia, kanë dhuruar vakëfe dhe një për atyre vakëfeve që do t'jetë ndoshta sigurisht dhe padyshim në llogarinë e shpërblimeve të madhe është edhe xhamia e madhe në Prishtinë që po ndërtohet, xhamia qendrore, sepse kjo është dhuratë nga komuna e Prishtinës për besimtarët që ata të kryejnë lirshëm obligimet. Punimet aty po vazhdojnë çdo ditë dhe tashmë janë më të dukshme. Po tash ka filluar të marrë formën e saj xhamia dhe unë besoj sipas dinamikës së punëve që po rrjedhin për momentin, që kupolla e xhamisë, domthonë ajo kupolla e jashtme do të vendoset diku ka muaj maj i këtij viti që po vim, do të përfundon ndërtimi i vrartë të xhamisë. Dhe shpresojmë që të ecë mbar edhe më tej. Amin. Hoxh, keni bashkëpunuar me institucionet vendore apo ndërkombëtare lidhur me organizimin e konferencës për vakëfet? Kemi bashkëpunuar me Ministrit për Përkatëse të botës arabe që kemi pas mysafir dhe kemi kërkuar për tyre përvojat e tyre lidhur me menaxhimin e vakëfeve, ndërkohë që ne kemi komunikuar me studiosit tanë, ne si këshill drejtues dhe sekretari shkencor i institutit zoti Besiri ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me punonësit shkencor të gjitha rajoneve tona shqiptare. Kemi pas mysafir dhe nga Turqia, ne kemi një mori profesorësh shqiptar që japin mësim dhe janë profesor në fakultetet universitetit ndryshme turke, dhe ata kanë studiuar pikërisht dokumentet e vjetra osmane që kanë të bëjnë me vakëfet tona dhe unë i falenderoj publikisht ata që kanë sjellë dokumente osmane lidhur me vakëflianësin shqiptar. Madje pra vakëfnamet. Po, vakëfnamet që ne i quajmë dhe ne kemi dëpërtuar ndoshta që të ndriçojmë edhe vakëfnamet edhe vakëfet e lëna nga Mehmet Ali Pasha apo Muhammed Ali Pasha në Egjipt, shqiptari që sundoi Egjiptin, familja e tij deri në vitin 1952 në Egjipt dhe është një prej themeluesve të Egjiptit modern. Do thotë kemi përthyer një libër të një autori arabe, dhe tash do të boton gjatë këtij viti instituti, kemi mbetur të habitur me numrin e madh të vakëfeve që ka lënë Muhammed Ali Pasha, qoftë në Egjipt, qoftë në Kavall, qoftë në vendet të ndryshme të botës deri në Mekën e ndritshme. Dhe cila është perspektiva e vakëfit në të ardhmen, që sigurisht është në shërbim të shoqërisë? Unë mendoj se vakëfi në Kosovë e pret një ardhme e ndritshme, sepse popullata dhe qeveritarët tanë janë të vetëdijshëm se vakëfi është një institucion që i shërbën komunitetit. Dhe sa më shumë të vakëfe të ketë, aq më tepër do të jetë më afër popullit edhe Bashkia Islame dhe qeveria e Kosovës, sepse ndërtimi i konvikteve, ndërtimi që në të cilin strehon studentët, ndërtimi i mektebeve, i medreseve, ndërtimi i shtëpive të plezve, ndërtimi i shtëpive për habilitimin e trinjve nga droga që është në plan të hapet nga Bashkia Islame, sepse janë bërë edhe hapat final për rregullimin e një ndërtese në Gjilan do të hapet. Do të thonë janë gjitha këto objekte me karakter bamirësie të lëna vakëf nga dikush. Prandaj ne do të vazhdojmë këtë traditë që shpërblimin që ata vakëflianësit e kanë pas sugjerim të i madhi Zot, të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit me veprat e tyre, me atë përshpirtshmërinë e tyre që kanë pas, sepse veprat çmohen sipas njetëve qëllimeve dhe nga aspekti fetar, qëllimi i tyre ka qenë shumë i pastër, andaj duhet që ne të përpiqemi që atë amanet të tyre ta çojmë deri në atë skajshmërinë aktiv. Sigurisht, dhe biseda jo nuk mbaron këtu, sepse të dashur miq, pas pak do të flasim me zotrin Bajgorën lidhur me ekspozitën kujtesë në fotografi, ndërsa paraprakisht ju ftojmë që të ndjekim një material lidhur me fillimin e kësaj ekspozite. Mirë se keni ardhur sot që së bashku të hapim ekspozitën Kujtesa në fotografi,
xhamitë të shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve të 90-ta sakrificit i planifikuar. Në Prishtinë u mbajt ekspozita Kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Kosovë gjatë viteve të 90-ta, e organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe Riaseti i Bosnjë dhe Hercegovinës. Ekspozita dokumenton shkatrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore gjatë viteve të 90-ta, si pjesë e një strategjie për fshirjen e identitetit fetar, kulturor dhe historik të muslimanëve në Ballkan. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tërnava, tha se ekspozita pasqyron një kapitull të dhimbshëm të historisë së përbashkët të Kosovës dhe Bosnjës. Ai theksoi se ajo që ka ndodhur nuk duhet të harrohet asnjëherë. Ne jemi dëshmitar të asaj që ndodhi si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë. Në bojnë forca serbe tentuan të zhdukin praninë bosnjake përmes formave më ekstreme të dhunës, ekzekutimeve masive, vrasjeve sistematike, dhunimeve dhe terrorit mbi popullatën civile duke kulmuar me gjenocidin e Srebrenicës, një nga krimet më të rënda në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në Kosovë në përpjekje për të realizuar të njëjtin projekt kriminal, përveç vrasjeve dhe masakrave mbi civilët u aplikua edhe politike së pastrimit etnik përmes dëbimit masiv të shqiptarëve nga trojtë e tyre, duke përdorur metodën e njohur të tokës së djegur. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se institucionet kanë dokumentuar shkatrimin e xhamive gjatë luftës. Ai ka theksuar se roli i Bashkisë Islame të Kosovës shërben si një shtyllë e rëndësishme në dokumentimin e shkatrimit të objekteve kulturore islame. Gjatë luftës së viteve 1998-1999, krahas mira jetëve të humbura dhe dëmeve materiale, Kosova ka pësuar dëmet të rënda edhe në trashëgiminë e saj kulturore, e cila është shënjestruar dhe shkatruar nga forcat armatosura serbe. Në gjykimet e Tribunalit Hagës, shkatrimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore gjatë kësaj lufte është cilësuar si krim kundër njerëzimit. Në fund vitit 2021, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për të kërkuar drejtësi për shkatrimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Një komision i përbërë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar ka dokumentuar zyrtarisht dëmet dhe humbjet, duke i hapur rrugë kërkesës sonë për drejtësi dhe kompensim. Muftiu i Gorazhdës, Remzia Pitic, foli për vendin dhe rolin e xhamive në kulturën muslimane. Ai shtoi se xhamit nuk u shkatruan nga individ të izoluar, por si pjesë e një politike të planifikuar nga nivelet më të larta për të shkatruar simbolet më të fuqishme të besimit. S naše džamije stiže poziv za namaz svaki dan 5 puta dnevno. U njenom mihrabu imam vodi neprestanu borbu sa sobom i svime što ga okružuje, harba, kako bi s minbere nur mogao spustiti svjetlo koje se njemu u jednom jasno definisanom i određenom vremenu spušta s nebesa. Džamija ima i svoje prijestolje, čurs, s kojega se obraćaju učeni s namjerom da znanje prenesu slušateljima. Drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në Prishtinë, profesor Sabri Bajgora, autori fotografive të ekspozuara, foli për periudhën kur ishte dëshmitar i shkatrimeve makabre në Kosovë. Ai tha se fushata shkatruese e forcave serbe u zhvillua pa respekt për asnjë normë morale, juridike apo ndërkombëtare. Për fat të keq, në shënjestër ishin sidomos objektet fetare, xhamit dhe objektet të tjera përcjellse, të cilat gjatë zhvendosjes së popullatës prej një anë të Kosovës ishin bërë streh për qindra e mijëra refugjat. Pikërisht, për këtë arsye, soldateska serbe pas fillimit të luftës së hapur në UÇK-n, në shenjë hakmarrjeje, digjnë shtëpi dhe fshata të tëra, e ndërtoi edhe shumë për xhamive anë kënd Kosovës. Profesori Isa Memishi tha se ekspozita ndihmon në ruajtjen e kujtesës historike dhe nxit reflektim mbi pasojat e shkatrimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Ata u munduan që ta fshin identitet, një pjesë të identitetit tonë. Prandaj kjo ekspozit është një argument dhe argument i qartë se ne megjithatë i rezistuam kur ishte koha për të rezistuar dhe po kujtojmë sot për të dëshmuar dhe gjeneratave reja se në çfarë periudha kohore të vështira ka kaluar
kjo shoqëri. Gjatë viteve të 90-ta, në Bosnje u shkatruan mbi 600 xhami, ndërsa në Kosovë u dëmtuan ose u rënuan më shumë se 200 xhami, përfshirë medrese, teqe dhe objekte të tjera vakëfnore. Në maj të vitit 2026, ekspozita do të hapet edhe në Sarajev dhe synohet të shfaqet në vende të ndryshme të botës. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Këndi i Diskutimit, po flasim me Sabri Bajgorën nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame. Tani do të ndalemi tek ekspozita e organizuar disa ditë më parë, Kujtesë në fotografi. Hoxh, motivi i organizimit të kësaj ekspozite cili ishte? Organizimi i ekspozitës cila flet për shkatërimin masiv të objekteve fetare në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë ishte një iniciativë e cila u jetësua, iniciativë e hedhur para disa muajsh gjatë vizitës Reis Ulemas së Bosnjës në Kosovë dhe pastaj vizitës që ja ktheu Miftyn në Sarajev në kohën e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe aty u hodhi ideja që të bëhet një ekspozitë e përbashkët e shkatërimit të xhamive në mënyrë që bota ta rikujtoj edhe njëherë gjenocidin dhe ashtu siç është edhe quajtur sakralizocidin ndaj objekteve fetare në Bosnjë dhe Hercegovinë. Natyrisht, përmasat e gjenocidit në Bosnjë ishin shumë të mëdha se në Kosovë, mirëpo vështruan nga këndi se çfarë përjetuam dy popujt tanë, shqiptar dhe bosnjak, kjo ekspozitë nga armiku i përbashkët. Nga një armik i përbashkët, i cili sot e kësaj dite nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera dhe sot e kësaj dite mohon gjenocidin që është kryer në Srebrenicë dhe gjenocidin që është kryer në Reçake, në Prekaz, në Qerez, në Likoshan, në Krushë të Madhe. Do të thotë kemi të bëjmë me një popull që në gjene të tyre e kanë vrasjen dhe shkatërimin e popujve veçin. Domthonjë kjo kemi të bëjmë me një popull që pa turpsisht e quan veten popull hyjnor, popull qellor, ndërkohë që ata janë edhe vetë kundër fjalës fesë që ata i përkasin, fjalës Krishtit apo fjalës ateistës, sepse pejgamberët e Zotit kanë ftuar në paqe mes njerëzve e jo në urrëtie, në vrasje, në masakra ndaj civilëve, ndaj fëmijëve, pleqve grave të tjera. Prandaj organizimi i kësaj ekspozite ishte që ta rikthejmë vëmendjen e opinionit edhe në Kosovë dhe Bosnë, po edhe opinionin ndërkombëtar edhe më gjerë për krimet që nuk guxojmë t'i harrojmë. Ne fëmijëve tanë duhet t'u përcjellim këtë, se një armik i juni përbashkët, që po kemi probleme edhe sot me të, ka bërë këto krime, ka bërë këto vrasje, këto masakra, prandaj të mos mashtrohen gjatë historisë, sepse baballarët tanë, gjyshërit tanë, ne kanë të heqë vëmendjen me kohë, na kanë përgatitur që të mos i zëm besë shkallët, në thosja për e them si termin që është përdorur për ta, sepse uji i fle, armiku nuk fle. Domthon ata gjithmonë e kanë pas të mshefur urrëtitjen ndaj çdo gjëje që është shqiptare dhe muslimane, dhe sa herë që u është dhënë rasti, ata kanë bërë krime masive ndaj popullatës shqiptare dhe bosnjake. Dhe fal politikave diskriminuese të tyre, një pjesë e madhe e popullatës shqiptare dhe bosnjake sot është e katandisur në përbot, së fillimisht në Turqi, në për vitit 1912 deri në vitin 60, e pastaj për vitin 90 në për Evropë në përprendim, sepse qëllimi ka qenë të sakatohet ai trungu i bazë i shqiptarëve dhe i bosnjakëve në mënyrë që ata të përfundojnë këtë rajon, mirë po dëshira dhe vullneti i Allahut ishte që të mos ndodhe kjo në ato përmasa, sepse shqiptarët në radhë të parë më shumë se bosnjakët duke i qëndruar besnik trojët të tyre stërgjyshore, pas luftës në mënyrë masive u kthyen nëpër trojët e veta dhe për shtëpitë e veta nga Evropa, ku kanë pas mundësi të qëndrojnë. Po kjo tregon se ne jemi, që shtoj një fjalë, vatanlia apo adedashës, dhe dëshirojmë që të jemi zot të tokës ku i madhi Zoti na ka krijuar, duke lënë ndoshta një luks në jetën e perëndimit, por duke kthyer vetvetes sonë, rrënjeve tona, shtëpive tona, dhe uroj që tri tanë ta kenë
po këtë kujdes, po këtë dëshëri ndaj atë dheut që kam pas edhe baballarët tonë, që kemi pas edhe ne si gjenerata pak më të vjetra se ata rinjet që po vinë sot. Dhe përveç pjesëmarrësve tjerë në hapje të kësaj ekspozite, fjalimin e kishit edhe ju që ngjallët emocione tek pranishmit, pasi përshkruat e currin derisa erdhi në dritë kjo ekspozitë. Dhe në fakt ju duke qenë kryemam qysh para luftës në Kosovë, kishit filluar punën që një ditë kjo çështje, kjo gjendje të dalë në shesh. Po, është shumë e vërtet, ndoshta kemi qenë të ri, por me të vërtet kemi pas një vizion edhe në ato kohra, kemi ditë se çka po përgatitet. Në vitin e largët 1992-93, Dr. Recep Bojë Kovajt pati mbajtë një konferencë me shtetet islamike dhe kishte përgatitur një artikull që pastaj unë e kam përkthyer nga arabishte, se e ka thënë në arabisht. Një ploj e re po përgatitet në Kosovë pas Bosnës. Domthonë Bosna ishte fillimi i luftës në Bosnë. Fillimi i luftës në Bosnë dhe fillon masakrat e para dhe pastaj Dr. Boja kishte paralajmëruar se njëta gjë do të ndodhë pas Zavit edhe në Kosovë dhe nisur nga ky segment domthonë gjithmonë e kemi pas një ndjenjë që duhet të bëjmë diçka, të organizohemi në mënyrë pak më ndryshe dhe në vitin 96, nëse nuk gabon, po ta propozuar Bashkia Islame atëherë kryeqësisë që ta bëjmë fotografinë në krejt xhamive të Kosovës, sepse veç e pam që në Bosnë u shkatruar një pjesë e madhe e tregtimisë islame dhe pa ta marrë dritën jeshile që shtojnë nga kryqëzia dhe sapo të patëm filluar punën me një fotograf profesional, është Turhan Sahiti, tash është në Amerikë jeton. Sapo kemi filluar fotografi me xhamive të Prishtinës me slajde, ka qenë fotografia më e mirë të atë kohë me slajde. Dhe për fatin tonë të keq duke fotografuar xhamin e Mallës Moxherve, ashtu që në Prishtinë, atëherë ishte ish konvikti i shkollave të mesme, ishte uzurpuar dhe i shndruar në stacion policor. Dhe aty duke fotografuar xhamin, ata na thanë se po i fotografoni objektet tona, na kanë konfiskuar aparatin, na kanë marrë në bezë informative, na kanë bërë presion psiqik, domthonë kemi pas një torturë psiqike, jo fizike, mos e egzageroj, dhe na është konfiskuar çdo mjet që kemi pas momentin me kamera, çfarë do të kishim ato, me aparatura, dhe na kanë thënë që ju nuk u doni të fotografoni xhamive pa lejen tonë. Dhe u ndalet ju? Dhe siç e dini, ne nuk kemi bashkëpunuar në asnjë segment me pushtetin atëhershëm dhe kemi ndalë atë formën dhe kemi filluar formën tjetër. Kemi angazhuar njerëzit tanë për teren me mjetet që kam pas, kam fotografuar xhamia, kam bërë matjet e xhamive dhe ne kemi komplet ato dosje. Fatmirësisht një pjesë të tyre kemi shpëtuar pa u djegë selia bashkëdame, i kemi tërhekur në objektin e tashëm të fakultetit, edhe ka qenë në konvikti dhe fakulteti u batop në vitin 92, dhe është ruajtur një pjesë e këtij dokumentacioni të çmueshëm që sot e kemi bazë. Dhe kemi filluar pastaj në vitin 98 në zonat e luftës në Drenis. Dushoj të falem këtu profesor doktor Muhamet Ahmetin, që është dekan i Fakultetit të Arkitekturës në UBT, që në atë kohë të luftës në vitin 98, pasi është bë një ofenzive madhe në Drenis, është ndjek një pjesë e madhe xhamive të Drenicës, ai ka dalë në teren me një grup të kolegëve të tij, ka fotografuar xhamiat ku ne s'mundemi të dëpërtu, i ka bërë matjet komplet si që i kanë hije një arkitekti të bëj, edhe kemi ato dokumente të ruajtura në arkivin tash modern të Bashkisë Islame të Kosovës. Edhe pas luftës si jemi kthyer, data 12 kur është në shku pa që ka filluar rekorit, me 13-ën ne kemi qenë në Kosovë të gjithë pothuajse. Dhe në mbledhjen e parë që është mbajtur tikon sigurisht ka 20 qershore i kryesisë Bashkisë të Kosovës, e kam bërë sërish propozimin që të dalë në teren të bëj fotografinë e xhamive të Kosovës dhe me një grup kolegëve të mi, profesor Shemzir Rahimin, kolegun që në përcillte atë bot ishte edhe shef Dragusha, tashmë është në pension, kemi dalë dhe kemi fotografuar gjitha objektet e shkatëruara. Dhe tashmë në një teren edhe të rrezikuar. Të rrezikuar, kemi dalë, kemi pas vështirësi e përmenda në Laush, kemi has në mina, por na ka rujt Zoti. Kemi shkuar pastaj duke e shkuar me fotografu xhamin e Uqës në Istog, gabimisht kemi hyrë në një fshat serb, Uq. Domthonë kemi hyrë gabimisht aty dhe kemi qenë në rrezik të jetës, mirë po i madhe Zoti ka dashur dhe kemi shpëtuar sepse në
një natë përpara kishte ndodhur një krim në të fshat, edhe serbët kishin të revoltuar, po ka dashur Zoti i Madhërisht që na shpëtoi që ta qesim në dritë këtë vepër, e cila tash kjo vepër po i shihet rëndësia dhe vlera e madhe e shkatërimit librit që është dokumenton shkatërimin e xhamive. Kjo libër është botuar në vitin 2000, në vitin 2000 pas materialeve të buara, dhe është shpërndar në të gjithë rrjetin ndërkombëtar nëpërmjet miqve tanë prej zyrave vendimarrëse të OKB-s, të NATO-s, të Bashkimit Evropian, për të dokumentuar se çfarë krimesh kanë kryer serbët në Kosovë. E pastaj në vitin 2014, siç edhe e kam përmendur në ekspozitën tim, ky libër është botuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës në version në gjuhën angleze dhe është shpërndar poshtë nëpër këtë rrjetin e ambasadave të Kosovës nëpër botë dhe ka qenë pjesë e fushatës për hyrjen e Kosovës në UNESCO, mirëpo që për fat të keq për 2-3 vota na dështoi. Mirëpo megjithatë tash kemi një kërkesë nga presidenca që ky libër të ribotohet në një format tjetër, tash ndoshta pak më ekskluziv, dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim që këtë libër të botojmë në disa formate, një për presidencën, një për Bashkinë Islame dhe një për nevojat që do të kemi për t'u treguar brezave të ri se çfarë ka ndodhur në Kosovë me objektet tona fetare. Dhe në hapjen e ekspozitës, me fytyrë nave përmendi edhe xhamin e Ibrit. Po ashtu edhe këtë xhami e kishit fotografuar ju në atë kohë më njëherë pas luftës në Kosovë. Fatmirësisht ne kemi materialet kësaj xhamie edhe me video duke u djegur, domthonë kanë qenë ndoshta banorë shqiptarë që kanë jetuar ndoshta në banesat mshefta apo ndoshta ndonjë gazetar dhe ka rrjedh kjo fotografi duke u djeg xhamia e Ibrit, edhe me fotografi edhe me kamera, dhe ne e kemi marrë atë, po pas luftës ne kemi shkuar dhe kemi hekë procesin e fotografimit të xhamit të dëmtuara. Ka qenë një proces jashtëzakonisht i ndihmshëm, po e ceki se na është dashur ta kërkojmë ndihmën e KFOR-it francez për të dalë në mënyrë të organizuar të mbrojtur nga ushtarët me pajisje të rënda luftarake, sepse serbët, siç e dinë edhe opinioni, në ato vite para pas luftës ishte të këmbulluar në një kafe që quhej Dolce Vita, tashmë është ndoshta aty afër, tash edhe mbledhore Mizin e afër. Dhe kur kemi shkuar aty, kur kemi filluar fotografimin, serbët lokal, rebelët e serbëve kanë filluar të na shajnë, të na thyjnë, të gjuajnë gur në drejtimin tonë të ushtarëve të KFOR-it, dhe besoni ka qenë një situatë jashtëzakonisht e të ndosur ku gati sa nuk e përdorën dhe armët kundër popullatës serbe aty në rebelëve, dhe në shpejtësi kemi fotografuar objektin tonë dhe pastaj jemi tërhequr në anën jugore të qytetit të Mitrovicës. Këtë do ta them që nuk kemi kursyer asgjë nga vetja, por që brezave të ri t'ua dëshmojmë edhe njerëzve në përbot t'ua dëshmojmë se çfarë populli janë serbët. Serbët nuk janë popull i ridashës me përjashtime të vogla, domthonë normal që në popullin serb ka njerëz që kanë parime, mirë po përgjithsisht është ndjekur një politikë diskriminuese, një politikë gjenocidiale, dhe fatkeqësisht kjo retorikë e tillë po vazhdon edhe sot nga krerët e qeverisë serbe dhe pushtetit serb, por ne falem të madhin Zot që na ka mundsuar që nëpërmes bijve dhe bija tonë të UÇK-s dhe ndihmën e aleatëve tanë të NATO-s që sot të jemi të lirë në vendin tonë, ta ndërtojmë vendin tonë ashtu siç ne duam dhe dëshirojmë, por uroj që këto mesazhe që kemi përcjellë edhe nga ekspozita dhe nga konferenca po i mbajmë të gjejnë një miratim edhe tek qeveritarët tanë që të kuptojnë se shqiptarët musliman janë pjesë e ndërtimit të shtetit të Kosovës, domthonë shtylla qendrore e themelimit të shtetit të Kosovës. Dhe ekspozita si u prit? Është prit jashtëzakonisht mirë, siç e pa opinioni i pranishëm ishte në ndërroj me vizite dhe vetë kryeministri Albin Kurti, i cili foli fjalë miradije për punën që kemi bërë, por unë dëshoj të them që ne kemi pas edhe kemi raportet mia me gjithë qeveritarët që kanë qenë, me gjithë kryeministët, pa dallim të qeverisë të Kosovës, dhe dëshoj të falenderoj për qëndrimin korrekt që kanë pas në raport me Bashkinë Islame të Kosovës për gjatë këtyre viteve.
Dhe planifikoni që ekspozitën ta bartni në qytete tjera të Kosovës? Po, pikërisht një prej intencave tona është që këtë ekspozitë bartim edhe në disa qytete të Kosovës. Pikërisht stacioni i parë do të jetë Prizreni, pastaj do të jetë Gjakova, do të jetë Peja, dhe besoj do të përfundojmë në Mitrovic si një simbol që një qytet që ka qenë ndarë e që dëshiron bashkimin, dhe unë uroj që ndërtimi i xhamisë së Ibrit, se patëm fjalën për xhaminë e Ibrit, është paralajmëruar ndërtimi i saj. Bashkia Islame e Kosovës ka që 25 vite, 6 vite që kërkon me ngulm përkundër gjitha reagimeve dhe kundërshtimeve nga serbët edhe nga qeverit edhe nga faktorit ndërkombëtar që të na lejohet që ne të ndërtojmë xhamin, nuk na është lejuar një gjë e tillë me pretekst se po e shkatrojmë mirëbesimin edhe tolerancën në mes dy popujve. Por tani si duket si duket ka ardhur koha që xhamia të ndërtohet, që ta fillojmë ndërtimin e saj e t'ia kthejmë krenarinë e dikurshme Mitrovicës. Nuk është që ka qenë ndonjë xhami e madhe, por është një simbol i qendrës, një simbolik që Mitrovica duhet ta ketë, sepse xhamia e Ibrit nuk është xhami e re, por xhami e vjetër disa shekullore, domethënë 250 vite i ka, prandaj unë e falenderoj gjithë ata, edhe faktorin ndërkombëtar, edhe gjithë ata që kanë kontribuar që të përgatiten edhe tereni për fillimin e punëve në këtë xhami. Unë uroj që këtë xhami të filloj ndoshta me Ramazan, dhe që vitin e ardhshëm ta presim në xhaminë e re të Ibrit, ku do të falemi zyrtarisht ndonjë pi namazë qendrore. Shpresojmë edhe ne gjithashtu. Hoxh, ju falenderoj shumë që ishit me ne për të shpalosur këto plane dhe këto punë që keni bërë deri më tani përmes institutit tuaj në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Ju faleminderit edhe një herë për ftesën dhe dëshiroj që nëpërmjet mediumit tuaj të paralajmëroj për konferencën e ardhshme që do të mbahet, e cila do të jetë po ashtu një temë jashtëzakonisht me rëndësi, do të jetë medreset në troje shqiptare, deri në vitet 1950 do të mbahet e dijes, domosdoshmë sepse populli shqiptar ka qenë popull arsimdashës, ka themeluar medrese, është mësuar gjuha shqipe, është mësuar dashuria ndaj dheut, dashuria ndaj kombit, dhe ne kemi mbijetuar në këtë troje 500 vjet kemi jetuar me turqit, po si me asimiluar, ne kemi qëndruar shqiptar dhe këto medrese kanë ruajtur këtë rol që ta ngjallën ndjenjen e kombit tek ne. Dhe dini edhe në perandorinë osmane shqiptarët që i kanë quajtur dhe i quajnë Arnaut, kanë qenë njerëz më të zotët të perandorisë. Kemi pas 35 kryeministra, prandaj mendoj se konferenca që do të bëhet inshallah në tetor të vitit 2026 do ta hedh një dritë për një segment të harruar tek shqiptarët, është kontributi e medreseve shqiptare që kanë ekzistuar në botën shqiptare për gjatë shekujve. Dhe ne ju dëshirojmë punë të mbarë edhe në këtë konferencë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ju falenderoj edhe ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Dhe dashurmiq, këtu po e përmbyllim bisedën e sotme këtu te emisioni Këndi i Diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.